Ta maqari me bë me arë misafiri, me hangën shpi buk, a i ngushtohet në zemër, e a këshirë sa po hanë buk, a i kuku, na fiki. Po shumë po hajkek. Që kjo ta maqarlëk? Dërsa, a i që është dordhënës bujar, a i halak zohët, ku jënë ata pleqët e moqem që kanë pas fukarallëk, po s'kalon me dalë prej shpis pa të dhonë buk. Sot gjithë këtë zëngjënlëk e kemi, edhe atë lut dikush me dhonë buk. Po hup a i tradit, e zemër gjersis, mysafirlëkut. Veç për veti, hajmë, se cili ma mirë, kur të vind të hujt, atë ditë është ma thjesht. Dhe sa, kur të bën mirë, kur të jep dikuj në ngrani, kur të jep dikuj hedije, ka thobe mësëm të haddu, të habbu, jep një hedije do të duhoni më tepër, jep një dhurata, shkëmbeni dhurata në mes vete. Të ne thënë shumë hadithi i mirë, po më konë që tërkush me më dhonë mu, unë mos më dhonë kërkuj.